Fshati, të dim, është një qendër e vogël banimi ku njerëzit kryesisht të merren me bujqësi dhe blegdori. Njerëzit që jetojnë në fshat quhen fshatar. Po duhet të dim, si është jeta e fshatit nga jeta e qytetit. Jetesa në fshat na mundëson neve një ajër të pastër, dhe kur sqohemi në mëngjes moshkrit tona janë të mbushura plot me ajër të shëndetshëm. Ka qetësi, bizotëron një gjumë i qetë, edhe ham shëndetshëm pasi shumica e gjërave ata e rrisin vetë. Pra, jeta në fshat është edhe aktive sepse njerëzit janë tërkohë në lëvizje dhe njerëzit këtu janë më social dhe i ruajnë akoma traditat. E kundërta e fshatit është se jeta në qytet mund të ketë disa avantazhe, siç është puna, pagesa e mirë e punës, mjekësia apo mundësia për edukim, por ajri aty është i ndotur, zhurmat janë të mëdha, ajri ndotet nga uzinat, fabrikat të ndryshme, trafiku i rënduar, shpenzimet janë shumë të tepërta, sepse njerëzit i blejnë gjërat me lek, njerëzit jetojnë afër njëri tjetrit, por prapë nuk komunikojnë për shkak të jetës së ngarkuar që kanë. Pra, këtu bëjmë dallimin, midis jetës së fshatit dhe jetës së qytetit. Por cilat kafshë jetojnë në fshat? Kemi thënë pra që në fshat rriten shumë kafshë dhe shpend, të cilat njerëzit i mirëmbajnë ato dhe kujdesen si për ushqimin apo dhe vendin ku ato rrinë. Ata kujdesen që ato të jenë të shëndetshëm dhe prej tyre të marrin shumë produkte ushqimore. Le të shfaqim disa prej tyre. Kali, gjeli, rosa, pula, lopa, lepuri, bletët që i rrisin për mjaltin e tyre e shumë të tjera. Në vazhdim fëmijët do të njiheni me prallën, miu i fshatit dhe miu i qytetit. Një mi nga qyteti shkoi për vizitë te kushëriri i tij në fshat. Miu i fshatit u përpoq ta nderonte sa më shumë kushëririn nga qyteti. Me gjithë përkushtimin e miut fshatar, miu nga qyteti e shikonte gjithçka me përçmim. Miu i fshatit e ndjente se kushëriri i tij nuk ishte kënaqur dhe vuante shumë. Pas disa ditësh, miu i qytetit u bë gati të largohej, dhe kur po ndaheshin, miu i qytetit e ftoi miun nga fshati të kthente vizitën. Disa ditë më vonë, miu i fshatit u nis për tek miu i qytetit. Miu i qytetit e priti hirënd dhe i tregoi vilën e tij mahnitse dhe mjediset e argëtimit. Miu i fshatit shtangu nga habia. Nuk arrinte ta kuptonte se si kishte mundur miku i tij të ngrinte mrekulli të tilla. Erdhi koha e drekës. Tavolina ishte mbushur plot e përplot. Por sapo ulën në tavolinë, erdhi një hungërim me dyshimt. Mint kushërir u fshën të trembur në tavolinë dhe i bën syt katër. Pas ca eshtjes dhe ata provuan të ngjiteshin në tryezë të shtruar. Sa po filluan të hanin, ja beu macja. Mint u detyruan të fshiheshin përsëri. Miku im, i tha miu i fshatit, mbaje të gjitha të mirat dhe komoditetet e tua. Unë nuk i dua. Unë pëlqej paqen dhe qetësinë e jetës sime në fshat. Ndërsa në matematikë kemi numërimin e numrave nga 1 deri në 10. Numërojmë së bashku numrat që kemi mësuar nga 1 deri në 10 duke i përsëritur ata.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unë kam vizatuar 10 kokra moll, janë gjysmat e mollve, dhe në çdo moll kam vendosur aq fara sa tregon numërori. Numërori i parë është 1, kem vendosur 1 farë. Numërori i dytë është 2, kem vendosur 2 fara. Numërori i tretë është 3, kem vendosur 1, 2, 3 farë. Numërori i 4, 4 fara. Numërori i 5, 5 farë, e kështu me radhë deri në fund tek numërori 10 me 10 fara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ndërsa në faqen tjetër kemi vendosur ose janë vendosur 6 tollombace dhe ne do t'i numërojmë ato. 1, në ngjyrë blu këto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atëherë te etiketa ne kemi vendosur numërorin 6. Na është dhënë një tollombace kuqe, në etiketën do të vendosim numërorin 1 dhe kështu me radhë. Me të gjitha numrat e mësuar nga 1 deri në 10 ju do të lozni me figura të ndryshme, me numërim, me vizatime, me sende të ndryshme, duke i ripërsëritur vazhdimisht numrat e marra. Ndërsa në arte do të dëgjoni këngën Sa do doja një qenush dhe ta mësoni atë. Faleminderit fëmijë, uroj t'ja kaloni